Ndryshimet klimatike po lënë gjurmë edhe në bletari. Temperaturat e larta dhe mungesa e reshjeve kanë ndikuar në zhvillimin e bletëve dhe përpasojnë në sasinë e mjaltit të prodhuar. Nëpërmjet një nga zonat e njohura për prodhimin e mjaltit cilësor, bletarët të raportojnë një sezon më të vështirë se vitet e mëparshme. Bletëritë si Fatos Okolishta thotë se pavarësisht kushteve të pafavorshme, cilësia e mjaltit është e ruajtur, ndërsa sasia e prodhuar ka qenë më e ulët. Si vjet pavarësisht se pranvera u paraqit shumë e mirë, po për prodhim për sasinë e mjaltit nuk ishte në ato që ishim vjet edhe par vjet. Ishte një sasi me pak nga vitet e kaluara. Këto tani janë për arsye të kohës, të shirave, tani mbas shirave ishte thatësira dhe kështu që për kujdesi bletës tani në këtë periudhë më kryesorja është për varron, që i themin e bletarët. Dhe kjo është një ndër më kryesoret që duhet të kenë të gjithë bletarët, qoftë ata që janë të vegjël dhe sigurisht ne që jemi bletarë të mëdhenj, po më shumë këshilloj bletarët e vegjël, që duhet të kenë kujdes tek varroa. Kjo është gjëja më kryesore për bletarët. Për bletëritësit, sfida e sotme mbetet e lidhur vetëm me ruajtjen e cilësisë. Ndryshimet e motit po i detyrojnë ata të tregojnë më shumë kujdes edhe të përshtatin mënyrën e menaxhimit të koshereve me kushtet e reja klimatike. Për sa i përket bletarisë, bëhet transporti në bazë të kullotave, po si vjet për arsye të kohës që nuk dha dushku që bëjmë transportin, lëvizjen e bletëve, nuk i lëvizëm si vjet për arsye të kohës. Tani presim, kemi vetëm në tetor-nëntor që presim mjaltin e marës. Megjithse sasia e mjaltit është më e ulët, bletëritësit e përmetit vijojnë të ruajnë traditën dhe cilësinë e prodhimit.